do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Po ashtu kryeministër, nëse kthehemi në retrospektiv, njëri prej premtimeve që keni pasur ndoshta në 2019 ka qenë me i pas veç 12 ministri, kësaj here po më çurret nga 15 në 19 ministri propozimi. Çka ka qenë ideja, edhe ka kjo implikime të tjera buxhetore? Është çështja e rritjes së numrit të ministrive. Unë besoj që do të rritej efikasiteti në bazë të përvojës që kemi. Më duhet ta pranoj, më mirë është Ministria e Punëve të Brendshme të jetë ndarë prej administratës publike dhe është e rëndësishme që me administratën publike të jetë digitalizimi. Janë bërë punë të mira, por unë besoj që në mandatin e ardhshëm Ministria e Punëve të Brendshme ndarës për Ministrisë për Administratë Publike dhe Digitalizim do të ishte efikasitet shumë më i madh. Njësoj vlen edhe për infrastrukturën me transportin në njërin anë dhe për planifikimin hapësinor dhe mjedisin në anën tjetër. Gjithashtu vlen edhe për Ministrinë e Financave, ku familja dhe mirëqenia sociale, përkatësisht transferet, është më mirë të jenë të ndara prej Ministrisë e Financave, e cila është një ministri gjigande, shumë e madhe, por besoj që nëse do të ndashin në dy ministri, ku në njërën anë ta kishim Hekuran Muratin, e në anën tjetër Andin Hotin, gjërat do të shkonin edhe më mirë në fazën e ardhshme, ku natyrisht dimensioni social i qeverisjes sonë do të forcohej. Ne jemi qeveria e parë e cila rritjen ekonomike nuk e ka mbajtur për shtet, po me krejt çfarë ka ditur e mundur është kujdesu që ta shpërndajë në shoqëri.